Një tjetër skaf me drogë i nisur nga Shqipëria është kapur në ujërat ndërkombëtare, ndërsa tentonte të trafikonte një sasi prej më shumë se 500 kg kanabis drejt Italisë. Në pranga kanë rënë edhe 2 skafistët të 2 shtetas italian. Policia tha se ndalimi i skafit është bërë fal një operacioni të përbashkët mes policisë italiane dhe shqiptare që ka zgjatur 6 orë. Ka qenë qendra ndërkombëtare operacionale në Durrës që ka sinjalizuar e para në orën 12:50 të së shtunës për një mjet lundrues që lëvizte me shpejtësi nga perëndimi në drejtim të kepit të Rodonit. Më pas janë njoftuar Policia Kufitare dhe Emigracionit, Guardia di Financia dhe Interforca, që kanë ndërhyrë në operacion me mjetet e tyre lundruese. Skafi 6 metra i gjatë me 2 motor të fuqishëm është ndaluar në orën 19 nga Guardia di Financia dhe në bord është gjetur një sasi prej 533.5 kg kanabis sativa e ndarë në 119 pako. Sipas autoriteteve italiane, nëse nxirrej në treg, droga kapte vlerën e mbi 5 milion eurosh. 2 skafistët e arrestuar janë italianët AM 38 vjeç dhe AC 60 vjeç, të 2 nga Brindisi. Sipas policisë italiane, 2 të arrestuarit janë persona me precedent të shumtë penal. Pohetohet origjina e drogës dhe lidhjet e 2 italianëve me trafikantët shqiptar. Guardia di Financa njofton se që prej fillimit të vitit dhe deri tani, në detin Adriatik gjatë 12 operacioneve janë sekuestruar rreth 5.000 kg drogë nisur nga Shqipëria drejt Italisë.